kur Zoti i Madhnueshëm i përshkruan disa prej cilësive të njeriut, ai i përshkruan edhe shërimin apo menaxhimin e tyre. Pra Zoti fillimisht simptomat cilat i posedon njeriu i tregon, pastaj se si ti menaxhojmë ato na tregon në mënyrën më të mirë. Fillimisht po i referohemi ajetit cilën Zoti i Madhnueshëm i dha përgjegjësi njeriu, kur tha ne vërtet e kemi paraqit amanetin ton, pra mendjen, ja kemi paraqit qiejve dhe tokës edhe kodrave, mirë po ato refuzuan ndërsa e pranojnë njeriu, vërtet thot njeriu i ka bu padrejtësi vetvetes dhe ka qenë ignorant me përgjegjësinë cilën e mori. Pra, e kundërta e padrejtësisë është drejtësia. Dhe Zoti i Madhnueshëm na fton në shumë ajete kuranore se si të ftojmë në drejtësi, si të punojmë me drejtësi. Zoti i Madhnueshëm profetit alayhis salam, të cilën ja zbriti Kur'anin, i tha që ti duhet të punosh me drejtësi edhe nëse është kundër familjes tënde. Sepse ne e dim ky ajet kuranor shkaku në zbritjes, kur qelsat e Qabës i kishte një pabesimtar, Uthman ibn Talha, ai dhe familja e tij historikisht i kanë pas qelsat e Qabës, ndërsa kur u hap apo ushtrirua Meka, disa prej besimtarëve me forcë i morën qelsat Uthman ibn Talha dhe i dërguan profetit alayhis salam. Ndërsa në këtë moment Xhibrili me urdhën e Zotit nga 7 qiejt erdhi me ajetin kuranor, vërtet Allahu urdhëron që ta kthene amanetin te pronarët e tyre. Pra Zoti urdhon drejtësi. Dhe profeti alayhis salam i urdhnoi këta shokët e tij që ta kthejnë qelsin te pronari. Edhe ata i thanë që profeti na urdhëroi sepse Zoti ka zbrit Kur'an për ty, për të vu drejtësinë në vend, që ti marrësh qelsa dhe ti posedosh ata. Atëherë Uthman ibn Talha tha, a Zoti më ka përmendur mua? Tha po, atëherë tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmoj se kjo fe e cilën ju po thirrni është e vërtetë, nuk ka mundësi me pas kaq drejtësi siç po më ftoni ju. Prandaj Zoti i Madhnueshëm, përveç faktin që përmeni që njeriu mund t'i bëj padrejtësi vetvetes, na ka ftuar vazhdimisht në Kur'an se si njeriu të jetë i drejtë. Të jetë i drejtë edhe me ata që nuk janë në të njëjtën mendim me ty, pra kur dohet më dhon hakun dikujt, dohet më dhon hakun. Cilësia e dytë, cilën njeriu pa tha është ignorant. Pra nuk ka qenë i dijshëm se çfarë amaneti po e merr, prandaj ka pas ignorancë çfarë bëhet madhe po merr. Dhe kundërta e ignorancës është dija. E ne e dim që ajeti i parë kuranor, cilën Zoti i Madhnueshëm e ka zbrit, nuk e ka zbrit falu, nuk e ka zbrit agjera, nuk e ka zbrit beso, mirë po, e ka zbrit lexo me emrin e Zotit tënd. Pastaj leximi në 5 ajetet kuranore është përmend 4 herë. Dhe në Kur'an, prej veçorive të Kur'anit është që kur e përmend një cilësi, e forcon urdhrin për të. Prandaj kur Zoti 4 herë e urdhëroi profetin alayhis salam të lexoj dhe umetin e tij, atëherë ne jemi umeti i leximit. Edhe e kundërta e kësaj dobësie që posedon njeriu është leximi. Prandaj njeriu me lexim e arrin shkallën e melajkeve. Dhe Zoti i Madhnueshëm në Kur'anin famlar ka thonë që njerëzit që më shumë i kanë ndroë Zotin dhe njohin Zotin janë dietarët, ata që lexojnë. Prandaj njeriu duhet të lexojë Kur'anin, librin, katalogun që Zoti i Madhnueshëm i dha, por njëkohësisht duhet ta lexojë edhe Kur'anin e shiquar, cili është universi.